me thonë si të mlel kamera mu për para qështu, unë me një herë më qelet goja. Babit nuk është që i ka pëlqy shumë. Ma beke jo se ke me lonë shkollën anash, qatë konë shkollë janë e sën kejtë ma bo, ke bu TikTok, knej. A mon men videon e parë që të ka shku viral? Po, video e parë ku në shkollë të mesme, edhe se dias qysh të ke mora gudzime, vishta shpeba edhe për postaj, u koni get ready with me për në shkollë. Edhe në qatë kohë në shkollë janë e sën kejtë ma bo, ke bu TikTok, knej. Po mas që asaj diqysh e kom pa që po më flenë zamër kamera edhe kom vazhdu kom bo video tjera. Nuk është që krejt mas asaj kanë dhes, po me kod, dhe me thonë të më pa njerës të më njoftë, kam vazhdu dhe ju kam pëlqy videot e mija. E përmen në shkollën e mesme, për bjen një 2-3 vjetë anaj sen që i kamerash me ta? Po, i ka rreth 3 vite që jem të merë me ta. Ma profesionalisht janë 2 vite që po merë nga kështu konstant. Edhe qysh është puna e TikTokut? Se për shembull, na që unë punoj si gazetare dhe kam edhe qëtë pjesën që për shembull ndalin video në TikTok e sene, po ndryshe për jetë jone, ndryshe për jetën ti që e ki ta më ashtu punë, nëse mund është me llogaritën punë. Po, atëherë tregova edhe mrapa kamerave që i kam edhe 2 puna tjera. Këta e kam punëve të qefit që më flenë që shtregova ma heret edhe më lidhet edhe me punën tem tamën që e kam punë parsore si me ka partiste. Më ka lidh shumë me audiencën, me femna, lirësht të më shkruj, në më pysin për qka do lidhje me bukurin, ju përgjigjna mas në i ka kur ju përgjigjna edhe për mes videove, ju pëlqejnë edhe kështu. Qysh mund është me menagju qëto, për shembull mi pas edhe 2 punë të tjera, edhe në të njëjtën kohë edhe TikTokun, se nuk është që të merr kohë me kohën ashtu aktive në TikTok, se dush mi përcjell trendet, me pas çfarë del, me bo video ekstra, me shumë li më gati ekstra për me bo një video në TikTok. Atëherë, për mu ly mu bo gati, kam kështu që të det rutinë, se njëna shumë ma mirë, e si do mos më punë, kur njërë si make-up artiste, do është me qenë pak ma e kurume, ma e grimume për me të pasi pasqyr kliente ose kushdo tjetër që të shë. Sa i përket kësaj qysh po kam kohë, qysh po gjej kohë për punën e TikTokut, qysh tregova është krejt që e kam qef. Do me thonë si të mlel kamera mu për para qështu, unë me një herë më qelet goja, interesant është shke pjesë. Edhe sa do e lodhme me konë, edhe pse në sezon prap s'ko mujtë atë shumë ju përkushtu TikTokut, po prej disa bashkëpunimeve i kom do edhe i kom bo. Do me thonë për lidhna edhe njëherë të qato fillimet të tua, se po du me nejt paka shumë njëherë që atje, se krejt e dina si gjdo fillim për me është i fshirë me një farë forme, edhe na jena si popull që si na del një femën në TikTok, me pa një mashkull nuk është që para gjykojnë ashtu, që qa buni, bëtë ajo është burë, a i gëzove po shka dojnë, ama të pas parasysh që ka komentet e llojeve të ndryshme, edhe e di që nashta nuk është që ta ka një ashtu shumë, se ka një që ja ka një soj punë dhe kanë qitë e kanë lënë momentin që kanë marrë komentet ndryshme, po ti që ke menagjush ato komente? Atëherë, zakonisht njerës shkruajnë çka do që shohen ty. Po e vërteta është që ti din qysh je tamam si person mrena, edhe nuk është që më kam bo kur përshtypje komentet. Ka naj koment, nështë që më shkruajnë shumë negativ, po që me kalimin e kohës e shoh, thëm nështë është mirë për mu përmirësu në qëtë aspekt, edhe veç e losi koment për me u përmirësu, jo na i sa ma shumë. Qka është një koment që të ka një mu ty personalisht mu përmirësu në qatë drejtën, për shembull që dikush ka thonë diçka dhe ti ke thonë prej dy shpak të nalje, të këshyri për një me është ashtu që po thonë? Po, okej, në fillim kom folë shumë ma shpejt në për video. Do me thonë më shkruqin komente s'po mirë është vesh a i ka thu, se të shumë shpejt kom folë, e tash pak e kom marrë ma qetë, po folje ma ka dalë, ma rjedhshëm. Ta në konë pro familjarët e tu që ti me bo edhe qitë punë, do me thonë pas 3 puna në të njëjtë go. Atëherë, të puna e familjarëve, i kam shumë supportus, ama shumë. Do me thonë, nëse si shinkon ata supportus, unë as nuk e kësha njës, po isha merë me 2 puna që aktualisht i kam. Fillim, babit nuk është që i ka pëlqy shumë me konë kështë pjesë e TikTokut, mas në e medjave, mirë po me kohën e po që për një me për më pëlqen, edhe nuk jem të bo diçka jashtë suazave normale. Edhe me kohë po u zbot në farë mënyre, edhe ma bige sartë kartë që ke pak, o qështu më thanë kemi bo qëtë video, dhe nuk është që e ka marrë, mas nejme në sportivitet, krejt senet, supportu si kam krejt, si dhe mos edhe motrën e vlanë,
Motrën prapa ashtu e pës, për sene që janë ma femërore, a vlohën e kam si me pas menager. Wow. Për gjdo bashkëpunim, do më thonë të parin, ato e vesë, i tham, a bën qike qështo. Bën, mirë, e pastaj. Nëse nuk bën, pa miratimin e tina nuk e bëj atë sens. Super. E për mene punën e babit, po më intereson se për me, nashta edhe për vite që jam ti për shumë ashtu e lidhme me babin, momentin që më thët nisan, mos me bo veç që më vjen, mos me bo mo. A ka pas në moment që këta në dhe hej, s'pe bëj, se s'pe pëlqen babit? Fillim për grem, jo për TikTok. Sa jam konë në shkollë të mesme, kom pas me viju kursin për grem. Edhe nën stop ma beke, jo se keme lonë shkollën anash, adin krye shkollën mas ne vazhdan. Edhe unë e pash se mundësi shumë mirë për mu me vazhdu me kurs edhe me shkollë njëjtë në kohë, sa isha në akademit e Selma. Edhe nën stop insistoj që s'është mirë leja edhe pak kohës, tamon kur e kryn shkollën edhe përkushto është një punë. Po unë qatë shumë që e kisha qef insistova tepër edhe ma plotësun që dëshirë me vazhdu në akademi edhe inshallah ta shau kthej për të mirë që po besoj janë krenar.